Mbyllja fazës së parë të kampionatit kombëtar të futbollit të moshave për kategorinë U16 e ka pozicionuar Vllaznin në vendin e dytë të tabelës së klasifikimit me 29 pikë, vetëm 2 pikë më pak se sa Tirana, vendi i parë. Ekipe këto që janë shkëputur rivalet të tjerë pasi Partizani i vendit të tretë dhe Teuta A4 janë me diferencë prej 8 deri në 9 pikë nga vendi i dytë. Trajneri i kësaj grup moshe Haris Dalipi është i kënaqur me ecurinë e skuadrës, duke pasur objektiv fitimin e titullit kampion. Ecuri e mirë. Normalisht me vetëm një humbje gjatë gjithë kampionatit. Normalisht tash është një moshë që na duhet me fillu me instalu fëmijëve edhe mentalitet fituesit. Normalisht është një moshë që duhet me një edhe fanelen, edhe kampionatin, edhe me fitu titullin, me një edhe presionin, sepse 16-17 edhe 19 edhe atëherë jetë ekipi parë edhe është mosha ideale për me pas mentalitetin e fituesit. Ajo që vlerësohet në këtë skuadër është elementi me perspektivë, ku trajneri Dalipi veçon portierin Rej Shpuza, që është kapiteni i skuadrës, Nikolas Gjoni, qendërmbrojtës dhe Daniel Marku sulmues, për të cilët thotë se shumë shpejt do t'ia dëgjojmë emrin në ekipet e para, pasi dhe sot spikat si goleshënues i aftë me 10 gola në 12 ndeshje. Mendoj që lojtarët që duhet më spikohet është Shpuza, portieri që është edhe kapiteni i skuadrës. Normalisht edhe është Gjoni, qendërmbrojtës. Nuk mund të la pa përmend edhe Marku, një sulmues që shpresoj që kena me janë një gjuhë edhe emrin edhe në ekip parë. Në aspektin personal, karriera si futbollist i Vllaznisë dhe si angazhime si trajner në Akademinë Vllaznia dhe kombëtaren e moshave e motivojnë për të punuar më me përkushtim në përgatitjen e brezave të rinj. Shpresoj atë çast mujta me bëu vetë si futbollist, ta bëj të paktën si trajner, e të shërbej këtyne brezave, e të paktën ato që nuk kam mujt mi bëun, t'ju tregoj edhe të mos t'i loj me gabu, edhe t'i tregoj që vetëm me punë e impenjim mundena me bëhet diçka të mirë.